Civil Media. A ka nacionalizëm në Tetov? Besoj se ka nacionalizëm në Tetov dhe është në rritje të sipër për shkak të politikave të përditshme dhe mendoj se nacionalizmi është një problem shoqëror në qytetin tonë që duhet të çnjëroset në mënyra të ndryshme dhe besoj se institucionet bashkë me organizatat jo qeveritare duhet më shumë të aktivizohen në këtë drejtim, duke krijuar hapësira multietnike dhe duke u munduar që të sankcionojnë gjuhën e urrejtjes, e cila është baza e nacionalizmit në shoqërinë tonë. Ndonjë rast kështu konkret ke të na tregosh? Po rast konkret për shembull mund të them është një shoku im, maqedon, i cili që nga viti 2001 mund të them, duhet të kaloj me një rrugë tjetër, vetëm se nuk mund të kaloj me një lagje që është krejtësisht shqiptare për shkak se nuk ndjehet i sigurt. E kanë sulmuar një herë dhe djali ka marrë trauma edhe këtë shohun si problem nacional, si problem që duhet çnjëroset sepse personi duhet të bëjë 20 minuta më shumë rrugë për të shkuar në shtëpi se sa një rrugë të shkurtë. Mirë, organet e rendit marrin parasysh këto puna, marrin masa? Po se di sa këto raste mund zgjidhen se nëse është një person me një person atëherë mund zgjidhet, po nëse është një person me një grup më të madh të njerëzve ose nëse aty ka hi friga, besoj se mund. Kalojmë në një temë tjetër me lajmet e rrejme. Me lajmet e rrejshme si merreni, si perceptoni, a i njihni? Kryesisht të them në shoqatën cilën unë udhëheqi, ky është një problem shumë i madh pasi që kryesisht komuniteti është në cak apo është në shënjestër të lajmeve të rrejshme dhe gjithashtu këto sjellin probleme më të mëdha. Për shkak se dezinformatat apo lajmet që nuk kanë bazë, që nuk kanë fakte, argumente, sjellin deri te gjuha e urrejtjes dhe shpesh herë në punën tonë është tregu se gjuha e urrejtjes nga lajmet e rreshme kalon në dhunë fizike, psiqike, verbale, edhe dhunë online, kërcënime. Lajmet e rreshme për shembull si distribuohen, në çfarë mënyre i distribuojnë këtu lajmet e rreshme? Kryesisht ka portale që funksionojnë ad hoc, mund të them, portale që nuk kanë sistem kualitativ, portale që funksionojnë në sistemin copy-paste, e marrën një lajm nga një portal tjetër, vetëm ja ndrojnë vendin, shtojnë pak senzacion, ose ju kujtohet një herë në javë të shkruajnë një artikull të vetin, pa argumente, pa fakte dhe këtu fillon ai lajmi i rrejshëm që merret nga një portal tjetër dhe këtu shpërndahet, edhe mendoj se bashkë për shkak se nuk sankcionohen këto portale, bashkë sepse janë baza e dezinformatave, lajmeve të rrejshme, gjithashtu edhe gjuhës të urrejtjes, rritet ajo edhe si themi ne në popull nga një mis u bo lic, edhe kështu edhe lajmet e rrejshme nga diçka e vogël bëhet shumë e madhe. Edhe ne si komunitet këtë kemi ndjej gjatë viteve të fundit, edhe unë personalisht se dezinformatat, lajmet e rrejshme janë shumë dëmshme për punën që bëjmë ne. Sa kanë ndiku në jetën tuaj negativisht me siguri këto lajmet e rreshme si dhe gjuha e urrejtjes, si merreni ju, si merreni personalisht me këto? Vjet pata një rast personalisht, po institucionet u angazhuan maksimalisht dhe gjithçka përfundoi edhe pse një kohë u largova nga qyteti bashkë me prindërit, bashkë për shkak se lajmi u transferu nga një portal krejtësisht tjetër nga ajo që ishte qëllimi jonë, edhe kjo solli që ne si familje të largohemi nga Tetova, po policia u angazhua, prokuroria u angazhua, pastaj rasti mbriti në gjykat dhe gjithë rasti përfundoi pozitivisht mund them, pasi që 10 persona që ishin kërcënuesit e rastit u dënuan me lirim me kusht, që ishte një rast pozitiv që mund. Që do të thotë se pak jeni më të qetë tani apo jetoni në frikë? Po normal, unë gjithmonë kam thënë se portalet, këto ad hoc portalet janë shumë dëmshme për punën tonë, po ne kemi mbajt disa trajnime për gazetar, për student gazetarisë, edhe kemi fillu pak një bashkëpunim, si themi ne on the ground, edhe besoj se sendet kanë fillu të ndryshojnë, se edhe
kontakti personal me gazetarët, me punëtorët, me djumeve e bën të vete. Civil Media